Kanë kaluar 26 vjet nga djegja e shtëpisë së Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe askush deri më sot nuk është dënuar për aktin e qëllimshëm e makabër ndaj trashëgimisë kulturore të kombit shqiptar. Shtëpia muze, në të cilën me 10 qershor të vitit 1878 u mblodh Kuvendi që bashkoi 4 vilajetet e Shqipërisë, Shkodrën, Manastirin, Janinën dhe Kosovën, u doq nga policia dhe paramilitarët serb më 27 mars të vitit 1999, duke shkatruar edhe shtatorët e 3 liderëve historik të lidhjes Ymer Prizrenit, Abdyl Frashërit dhe Sulejman Vogshit, që kanë qenë të vendosur në oborrin e kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Përgjegjësi i kompleksit Parim Kosova në korrik të vitit 2002 në zyrën e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi në Prishtinë bëri pa dijen për djegjen e lidhjes së Prizrenit, por që deri më tani, sipas tij, nuk është marrë parasysh asgjë. Që nga ajo ditë deri më tani Tribunali i Hagës nuk është marrë me këtë problem. Fatmirësisht eksperti amerikan i Universitetit të Harvardit, profesori Riddlemeyer, i cili është marrë me problemin e shkatrimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës, është ballafaquar në tribunal me Miloševićin. Ai pos tjera që ka thënë Miloševićit. Atë natë nuk ka pas fluturim të aeroplanave të NATO-s në regionin e Prizrenit. Moti ka qenë me shi, ju serbët e keni djeg nga toka. Ju e dini edhe prononcimet e më parme që këmba, që serbët të nesër në mëngjes sjellin një pjesë të një bombeje të NATO-s prej kazermes së Prizrenit dhe vendosin këtu në derën e muzeut historik dhe propagandojnë kinse NATO-ja e ka goditur. Dhe eksperti amerikan i tha edhe këte Miloševićit, po ta kishte godit granata e NATO-s, këtë objekt fare të vogël, jo vetëm ky objekt, po tërë lagja do t'ishte shëndru në gërmadh. Kosova shprehet se kallëzimi penal është bërë ndaj 11 personave që dogjen dhe shkatruan monumentin më të çmuar të shqiptarëve. Që ndaj 11 serbëve kam ngrit kallëzim penal, që kanë qenë pjesëmarrës direkt, madje me kalimin e kohës po dalin edhe disa gjëra të reja që disa dëshmitar për shembull kanë pas frikë, duke menduar që Serbia është e fortë, Serbia mos po kthehet, si ka ndodhur kalumën e kështu me radhë, dhe tash për shembull kanë dhënë edhe disa informata shtesë dhe me këte përmullakoset edhe më tepër ngjarja se si ka ndodhur komplet rasti i djegjes së muzeut dhe sfidave tjera që i ka pas muzeu gjatë kësaj periudhe. Zyrës së Tribunalit të Hagës në Prishtinë është dorëzuar edhe një videokaset në të cilën është incizuar largimi i gërmadhave të muzeut me ekskavator me 30 mars 1999. Pas lufte jam marrë ekskluzivisht me këtë problem dhe pas një ulumtimi të shumë mundimshëm 3 vjeçar kam arrit me grumbullu fakte, argumente, një video incizim, kemi hartu disa harta, prej nga kanë pa dëshmitar gjendjen, ku kanë qenë përqendruar forcat serbe e kështu me radhë, dhe gjitha këto i kemi dorëzuar në Tribunalin e Hagës në zyrën në Prishtinë. Kujtojmë se me 28 nëntor 1999 u bë inaugurimi i shtëpisë së rindërtuar të lidhjes shqiptare të Prizrenit.